Përshëndetje të nderuar shikues të podcastit tonë Okult. Mirë mbrëma. Jemi në rubrikën Gjë Okult. Sot këtu jam me të përreshmi mikun tim Kastriot Çipin. Do të flasim për këto ngjarjet botërore, të cilat janë në një ndryshim të pandërprer. Ajo që duhet thënë është që pasardhjes presidentit Trump ka përpjekje për një paqe në vatrat të cilat i hapën gjatë kohës që në shtëpinë e bardhë sundonin ose u drejtonin demokratët e Bidenit dhe tashi Trumpi kërkon të mbyll këto betejë që nuk janë të tijat. Para se të fillonja bisedën me të ftuarin ton, me zotin Çipi, dëshiroj t'ju kujtoj të gjithë atyre që nuk janë dysondrak dhe që e ndjekin këtë emision, qoftë edhe nga rrjetet sociale, që të bëjnë subscribe kanalin tonë, i cili është një podcast i liris ku gjithkush mund të thotë të vërtetat, por jo gënjeshtrat zyrtare të cilat i dëgjojnë rëndom në shumicën absolute të medjave. Gjithashtu, dëshiroj t'ju theksoj që kush ka informacione me spec, qoftë nga administrata publike, qoftë nga fusha e drejtësisë, nga të punësuarit në këto institucione, mund të dërgoj informacione ke numri on i telefonit, të cilin do ta keni të shfaqur këtu në ekran ton, pas here së bashku me reklamat e sponsorëve, të cilët i falenderojmë për kontributin e tyre, për ndihmën e tyre për të mbajtur këtë emision, dhe ju bëjmë me dije shikuesve që ata që janë të interesuar për të blerë mallra apo për të marrë shërbime nga kompanitë të cilat ne vazhdimisht i nxjerrim këtu në ekran ton bashkë me një përcaktim përse ato janë të dedikuara, mund të hyni në internet dhe të kërkoni kontaktet ose mund të na shkruani ne në WhatsApp-in ton, nëse dëshironi të lidheni me ta për të marrë mallra apo shërbime prej tyre. Janë kompani elitare të zgjedhura me kujdes nga ana jonë. Tashi po fillojmë bisedën me zotin Çipi. Do të dëshironja në fillim ta pyesja në lidhje me politikat e reja tarifore që ka vendosur presidenti Trump, duke nxitur një reakcion zinxhir të ndërsjelltë nga të gjitha vendet të cilat e ndjen veten të diskriminuara nga lufta merkantiliste e presidentit Trump. Presidenti Trump ka mbajtur dhe një fjalim para sa ditësh, në atë dita e lirisë që e quajti, dhe para 2 ditësh, dhe ka theksuar që Amerika ka qenë më begat dhe më prosperuar në kohën dhe në vitin 1913, kur filloi politika e hapur, e lirë e tregtisë së mallrave, dhe në viti i themelimit të Federal Reserve, Bankës Qendrore. Po, dhe kur financat qendrore u shtin në dorën e pak aksionerëve privat në emisionin e fiat paras dollarit. Në Shtetet e Bashkuara, për ata që se din se për çfarë po flasim. Dhe Trump, duket se nga vendosja në fillim e tarifave për 25% me Kanadan dhe me Meksikën, u toroq dhe e uli 10%, pasi tregjet e aksioneve në bursë filluan të binin dhe Trump filloi të shqetësoheshe nga ndonjë pakënaqësi masive e njerëzve, qytetarëve në Shtetet e Bashkuara, të cilët janë shumë aktivë në tregtimin e këtyre letrave të aksioneve, të bonove të ndryshme, private apo shtetërore në tregun e bursës.
Ajo që bie në sy në luftën e tarifave të Trumpit është fakti që nuk është tarifuar Rusia, nuk është tarifuar Korea e Veriut, nuk është tarifuar nga ana e presidentit Trump, kjo Kuba. Presidenti Trump është shprehur që këto kanë pasur tarifat larta nga sanksionet e presidentit Biden dhe unë nuk i kam lëvizur, kam lënë aty ku kanë qenë. Njëkohësisht Kastriot desha të hapja me juve bisedën, se ne nuk kemi specialistë më dhejnë të ekonomisë, por me anë të një logjike racionale mund të mendojmë që kjo politika tarifore që ka futur presidenti Trump dhe kur futet edhe Shqipëria, e cila ka një bilanc, një shkëmbim tregtar, një volum tregtar për $100 milion me Shtetet e Bashkuara, nuk e di si është bilanci tregtar, është pozitiv apo negativ, dhe ne kemi ruajtur të njëjtat politika të rekomanduara nga OBT-ja me vendet e tjera si që kemi pasur më përpara, duke bërë një tregti të lirë në përgjithësi. Duke parë ekonominë shqiptare, ne kontributi i bujqësisë ka arritur në 18% të GDP-s, 18.5%, mos gaboj, nga 63% që ka qenë më përpara dhe ku shfrytëzohet vetëm 24% e tokës bujqësore. Sipërfaqes së tokës bujqësore që ne kemi gjendje. Që është një skandal. Dhe kjo punëson rreth 47% sektori bujqësor të punonjësve në Shqipëri. Tashi duke bërë një llogari që është më mirë që një produkt që ti për shkaqe ndryshme të ekonomisë së shkallës, që quhet gjërësia e investimit, plantacionet e mëdha, fushat që ulin kostot, shfrytëzimi i teknologjisë së lartë që do investime paraprake nëpërmjet sistemit bankar dhe përdorimi i pesticideve të ndryshme për të rritur atë produktin, masën e produktit përfundimtar në bujqësi, na bën ne që të jemi jo të konkurueshëm sepse është parcelizuar shumë toka me vendet fshinje, të cilët kanë avantazhe krahasuese me ne në prodhim dhe e shesin nëpërmjet tregtisë së lirë me kosto më të ulët dhe fshatarët falimentojnë. Tashi duke vendosur politika tarifore, ne mbrojmë fshatarët, të cilët kanë mundësi që të shfrytëzojnë gjithë tokën, të rritin volumin e peshës së sektorit bujqësor në GDP, duke rritur gjithë GDP-n dhe duke rritur dhe më tej punësimet dhe përfitimet nga ekonomia. Por kjo do një studim, sepse në qoftë se ne ndjekim politika tarifore si Shqipëri, që e kemi të vështirë, ne do të rritim kostot e shumë mallrave të cilat nuk i prodhojmë dot, siç janë makineritë ndryshme, siç janë këto mjetet elektronike, kompjutrat e këto që të gjitha aparatet e teknologjisë elektronike që na vijnë nga jashtë, sepse ne nuk kemi investuar në këto. Ne mund të ringrejmë fabrika të ndryshme për të prodhuar, për të përpunuar produktet bujqësore, për shembull për të bërë kavanoza me gogoshdare, këto të peshqve, këto konservat, këto që i kemi pasur fabrikat e makaronave, fabrika të tjera të ndryshme, të cilat është më mirë që njerëzit t'i blenë për shembull 5% më shtrenjtë, në qoftë se këta tuajt na i qesin, na i sjellin me 5 apo 10% më lirë, është më mirë t'i blejmë me 5% më shtrenjtë këto, por ama t'ja u blejmë vendasve, sepse nga kjo përfiton një numër i madh banorësh në Shqipëri. Pra, duke parë këto gjëra, mos është më mirë dhe për Shqipërinë që dhe ne, për shembull, teorikisht, po e bëj këtë pyetje, që të ndjekim politika tarifore ashtu si dhe Trumpi, sepse vendet e vogla sundohen nga vendet e fuqishme dhe të mëdha nëpërmjet tregtisë së lirë. Trumpi në atë fjalim prezantues që bëri për paketën e tarifave doganore, tha që kjo është një ditë historike për SBA-n, është dita e pavarësisë ekonomike të SBA-s. Për të gjithë botën
ajo është një ditë historike kur i shpallet luftë globalizmit. Rikthimi i tarifave doganore, që duhet thënë që publiku ta ketë qartë, nuk kanë qenë zhdukur ndonjëherë. I kishte çuar drejt zeros Amerika, po jo të tjerët ndaj Amerikës. Po. Rikthimi tek tarifat doganore është rikthimi tek mbrojtja e ekonomisë kombëtare përballë konkurrencës globaliste. Pra rikthimi i interesit kombëtar, mbrojtja e fuqisë punëtore, e pagave dhe e prodhimit vendas. E rritjes së GDP-s. Ndërkohë që ti me të drejtë thej që nga 913 e këtej kanë shkuar drejt zhdukjes barriera doganore, se nuk janë vetëm tarifat, janë dhe kuotat dhe pengesat e tjera, kanë shkuar në rritje taksat. Përpara atij vitin në Shtetet e Bashkuara nuk ekzistonte një tatim mbi të ardhurat që të paguante çdo amerikan. Sot ekziston dhe është në rritje. Dhe sot paguajnë edhe në nivel federal, edhe në nivel shteti ku janë. Të gjitha taksat e tjera janë në rritje. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri në këto 35 vjet? Po është e vërtetë i kemi ulur në gati 50%, 5% të ardhurave shkojnë për taksa të ndryshme federale ose shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Sot. Nuk e di se sa është përqindja, po di që doganat janë të papërfillshme sot. Në buxhetin e Amerikës sot doganat janë të pallogaritshme, janë diku ke 1.7%. Në Shqipëri ne kishim dogana. Kishim tarifa doganore. I çuam drejt zeros, i kemi ulur shumë, ndërkohë që kemi rritur taksat. Sot paguajnë qytetarët 15% mbi të ardhurat. Sot ne paguajmë 20% TVSH. U vu gjoja si e përkohshme masa e TVSH-s 20% në 97-ën, se me demek ishim në krizë dhe megjithëse moment krize, përkohësisht do të ishte 20% dhe pastaj do të ulej prap, do të bëhej prap 12% sa ç'ishte. Kanë kaluar 28 vjet. Kjo nuk është më taksë e përkohshme. Kjo është norma, 20%. Tani, për gjithë këta që të merrohen, llahtarisen, sa herë dëgjojnë lajme për Trumpin, Trumpi po fut tarifat, po prish rendin botror, po prish tregtin botror, do filloj kriza, do filloj qameti. Në qoftë se një ekonomi kombëtare, marrim për shembull ekonominë shqiptare, që është kryesisht importuese dhe mbahet me remitanca dhe me turizëm. Kemi deficitin 3.5 miliard dollar, deficitin tregtar në vit. E kemi shumë të lartë dhe prandaj jemi edhe në borxhe. Tani unë shtroj një pyetje shumë thjesht për cilin do që ka mbaruar ekonominë, unë nuk jam ekonomist, po pyetja është fare e thjeshtë. Në qoftë se qumshit që vjen nga Italia dhe konkuron qumshtin ton, dhe shpesh është më i lirë se sa qumshi jon. Të paktën në supermarket, aty ku e blej unë, shpesh është më i lirë. Në qoftë se këtij qumshit italian do t'i bëm një tarif 20%, që i bie që çmimi i saj se nuk refluktohet në mënyrë automatike me rregull treshi 20%, so është 20% për çmimin e importit. Pra, të themi që qumshti nga 100 litri i del. Ku ka 800 lek litri? Po me pakicë në supermarket s'ka 800 lek litri. Sa është? Është 1800. 1800. Po, more që kur filloi lufta në Ukrainë, kërcyen çmimet dhe s'janë ulur më. Litri vendas është 1000 lirë i qumshit. Që shesim fshatar. Jo detyrimisht sepse fshatarët nuk e blejnë nga fshatarët, e blejnë në supermarket sepse nuk ka garanci pastërtie për ta blejnë shishat përdorur, ata s'kan as shishet vetat. Ky është një tjetër problem që ka diskutim. Po, dua të them këtë, në qoftë se produkti italian, serb, se ne kemi edhe qumësh serb sa të duash në Shqipëri. Po, malazez, bosnjak, kroat. I gjithë ky qumësh do të jetë 10% më i shtrenjtë, 15% më i shtrenjtë, se aq do jetë. Kur i bën 20% dogan. Do favorizohet produkti brendshëm. Jo, një sekond. Këta që janë kundërshtar, çfarë thonë? Po u rrit çmimi, ka inflacion edhe varfrohen qytetarët. Po mirë, me një sekond. Në qoftë se unë ndërkohë të vëshën nga 20% e bëj 10% për të gjithë. Normalizohet. Atëherë do ketë 10% ulje çmimi i qumshtit vendas, edhe do ketë një 5% rritje qumshti i importit. Po punë e madhe fort. Pse duhet të shqetësohemi për këtë? Që s'po blenë shqiptarët qumësh serb? Jo, po të ngelen parat këtu pasaj, sepse të që do blejmë do ta marrim shqiptarët tanë, paraja do qarkullojnë. Ta që na thonë që Trumpi po shkatërron botën, pse nuk na thonë, ore, po mirë, gjithë këto vendet e tjera, të cilat sot po përballen me tarifa doganore nga Trump. Pse kishin këta tarifa doganore ndaj importeve amerikane? Se të marrim gjën më të thjeshtë.
Një nga bizneset më të mëdha sot është prodhimi i makinave. Makinat amerikane kur vinë në Europë paguonin 10% taks. Makinat europiane kur shkonin në Amerikë paguonin 2.5% taks. Pra tarifë doganore. Ndërkohë pse nuk çuan ta thonin? Po pra, pse nuk çuan ta thonin ora ç'është kjo që bën Europa me Amerikën? Pse bën këtë gjë bëj? As duhet ta bëj. Tregtia e lirë le të heqin fare. Ndërkohë tani që ai thot hajde të bëjmë reciproke dhe nuk i ka bërë reciproke, se i ka bërë gjysmë për gjysmë. Sepse ai nxori me 2 kolona listën e vendeve ndaj cilët aplikohen tarifat, kaq e kanë ata me ne, kaq po e bëj unë me ta. I vetmi barazim është në nivelin minimal të 10%-shit. Vendet si Shqipëria, Mbretëria e Bashkuar e të tjerë që e kanë 10% tarifën ndaj produkteve amerikane, e do ta kenë 10% dhe ata tarifën nëse eksportojnë në Amerikë. Të gjithë të tjerët që po qajnë, po ulërasin, po çirren, e kanë gjysmën e asaj që aplikojnë. Në të faktën, nëse ajo tabelë që ka paraqitur Trump dhe që unë kam gjetur pastaj në shumë faqe internete në Yahoo Finance, në Fox News e në të gjitha të tjerat, nëse Kina të vë 67% tarif, pra 2/3 e çmimit, ti do të japësh qeverisë kineze pa e futur akoma mallin në treg, pse që ka sakrilegj që SBA të thotë 34% tarif për çdo produkt kinez, që është 1/3 e çmimit? Kur që ka kaq i keq ky Trumpi, të themi dhe një gjë për këtë lojën tonë të vogël rajonale. Pse mbajti tarifa të larta me Serbinë, kurse Shqipëria dhe Kosova e kanë 10%? Se që nuk kemi thënë për këtë. Armiki shqiptarëve, ky do favorizoj serbët do na hanë gjallë. Sa të vikun pushtet, ja shkoj i biri takoj Vučićin, me siguri e bën planin për ndarjen e Kosovës. E për ku janë tarifat? Është akuzuar Trumpi për spion të Kinës e të Rusisë. Për Kinës po ja arrit tarifat. Dhe po ja arrit shumë më tepër se sa ja ka arritur BE, se BE 20% ja ka vënë. Kinës e ka vënë 34%. Dhe pastaj është ajo që e theti pak në fillim që nuk ja ka rritur Rusisë, por s'ja rris më Rusisë. Ku ta çojmë më? Ka akoma diskutime në Amerikë sot që veçanërisht për uraniumin që përdoret për energji bërthamore dhe që importohet edhe nga Rusia, nuk është vetëm Rusia që eksporton uranium botë, po është një nga prodhuesit e mëdhenj të uraniumit. Një grup republikanësh po kërkon tarif 5000% për uraniumin rus. Po 5000% është e pa dëgjuar. Kështu pra që unë mendoj që Trump po fillon të shkruan një faqe të re në historinë e botës, në historinë e ekonomisë edhe të politikës botërore. Uroj që sa më shumë vende ta përkrahin, le të ulin taksat dhe le të rrisin doganat. Nuk ka pse të na friksojnë me këtë lloj mashtrimi që po rritën doganat, rritën çmimet, po rritën çmimet ka inflacion, ka barfri. Jo, ul taksat edhe nuk ka fare barfri. Ul taksat aq sa shrit tarifat doganore. Por ama të mbrojtë ekonomia kombëtare. Se kemi thënë dhe herë tjera, sekreti më madh është e me to paran vetë ti është pronari paras. Po bëre atë s'ka nevojë as për taksa as për dogan. Po jo vetëm ajo, se ne vetë emetojmë paran. Shteti shqiptar emeton vetë paran. Problemi është që ne marrim borxh që ditën e parë që fillojmë buxhetin e shtetit. Si emeton vetë, në çfarë kuptim? Vetë Banka e Shqipërisë emeton dollarin. Ku emeton? Si ku emeton? Në treg pra? Hedh në treg, e shtyp dhe hedh në treg. Banka e Shqipërisë. Nuk shtypet në Shqipëri nga Banka e Shqipërisë. Jo, nuk po flas teknikisht. Shtypet në Francë dhe merret borxh si para. Dhe duhet ta rikthej për një afat të caktuar. Për këtë duhet të më japësh dokumenta. Që të më provosh që paraja jon është borxh në Francë që do të parqe. Po dhe lufta me Rusin për këtë punë po bëhet. Mirë, kalon më vonë të luftat me Rusin, po mos jaro këtë njerëz që duan që ta shtypin se Putini nuk po i le që ata të shtypin dhe lufta në Afganistan. Për emision në paras u bë dhe lufta në Iran. Kryesisht për emision në paras. Dakor. Nëse flasim për Shqipërinë, ma provoj që Shqipëria e prodhon paran në Francë dhe e merr me borxh nga Franca, që ditën e parë që e prodhon. Borxh e merr, po e rikthen. I thon ata merr. Patjetër, po ma tregon njëri që e merr borxh. 20 vjet dhe do ta kthesh. Ja japin bankës ose ja japin qeverisë. Në sa përqind interes? Të dyja sipas momentit. Cili është institucioni në Francë që përfiton përqindjen e interesit nga leku? Banka me të cilën ne kemi nënshkruar kontratë. Cila është kjo bankë? Banka që emeton.
Po duash ta gjej dhe emrin, ta Po them. duhet gjetur se po të kështu, kjo është e jashtëligjshme, është antikushtetuese. Po kështu është në të gjithë botën, s'është vetëm këtu. Jo. Ky është gjithë sekreti i madh vëlla. Po ta kemi ne paran, ta emetojmë vetë dhe ta mbajmë vetë, ata thonë Jo, Amerika nuk e emeton qeveria paran, po në Shqipëri është gjithë qeveria bota, që emeton. gjithë Jo, bota, pra nuk është kështu. gjithë bota, Aty dhe ku gjithë Banka luftrat- Qendrore është publike, dhe gjithë luftrat në botë bëhen vetëm për emision në paras. në Angli, në Mbretërinë e Bashkuar e prodhon Banka Qendrore që është publike, nuk është private. Po publike janë të gjitha bankat. Jo, Fedi nuk është, Fedi është private. Ore, private publike. Më Po kupton? jo, s'është private publike, Do- o është private, o është publike, ose është një formë mikse. Fedi është 100% kapital privat. Jo, është mikse, private publike. Pronësia është 100%. Kanë edhe shtetet, kanë aksionet e tyre në çdo degë të shteteve që ka Fedi. Kanë edhe publiku ka aksionet e Jo, veta. Shteti. jo, po, pra, Fedi është 100% kapital jo, privat. Jo, Mirë, nuk është 100%. dakord. Është Rregullohet me ligj, jo, por është privat. është dhe privat dhe publik. Kanë dhe shtetet, kanë aksionet e tyre dhe me këta i gënjejnë. Kastriot, këto ditë, do më thënë, kemi marrë vesh Greqia ka rritur shumë buxhetin e mbrojtjes, mos gaboj 25 miliard dollar investime për mbrojtjen. Kjo sigurisht aty ku mpren thikat, parashikohet lufta gjithmonë. Si e kupton këtë situatë që Greqia po armatoset kaq me këmbëngulje dhe një periudhë kaq të shkurtër, po ngre kaq shumë buxhetin për mbrojtjen, kanë armatimet e saj, armatime me teknologji të lartë të fundit, ka avion Mirage të Francës që ka bler F-35 të Shteteve të Bashkuara, për të cilat është grindur, në mos gaboj për atë markën, është grindur Erdoani, i cili kërkon një balancim duke kërkuar, sepse i kanë dhënë vetëm atë F-17, më duket, Turqisë dhe nuk i kanë dhënë F-35, pastaj Erdoani filloi të luante duke marrë këto raketat e mbrojtjes së rusëve, Patriot quhen ato, të rusëve, edhe Jo, patriotit amerikanë. janë amerikane, të rusët kanë atë sistemin tjetër, çka quhet ai, se jemi specialistë më dhejnë në fushën e ushtrisë, po që duke xhelozuar Amerikën dhe Erdoani tash i thotë më jepni F-35 të heq këtë Po sistemin. sepse i ka paguar ato F-35 Po. dhe ja kanë bllokuar. Po, dhe ja kanë bllokuar. Pra duket që Bideni disa herë deklaroi gjatë konflikteve të ndryshme që ka pasur Turqi, Greqi, ka deklaruar duke nënkuptuar mbajtjen e anës së Greqisë, duke thënë mos na detyroni që të mbajmë anë në këtë konflikt, duke u drejtuar Erdoanit dhe duke nënkuptuar që ne jemi me Greqinë. Greqia ndërkohë ka një aleancë me Izraelin për shfrytëzimin e detit Mesdhet nën tokës. Ka pasur një marrëveshje të Turqisë me Libin, me qeverinë që sundon sot zyrtare që njihet nga OKB-ja në Libi për atë shelfin kontinental ku të dyja kanë bërë një aleancë për shfrytëzimin e pasurive nënujore. Nga ana tjetër, Izraeli po mbështet atë qeverinë opozitare që lufton me armë kundër qeverisë që është në pushtet në Libi mbas rënies së Kadafit, mbas vrasjes së Kadafit. Dhe Greqia së fundmi ka shprehur një mbështetje ndaj luftës së Izraelit, i cili po gjendet në vështirësi për të rekrutuar ushtar për vazhdimin e luftës. Izraeli në planet e veta për të sunduar ka vetëm dy mënyra. Para njëherë të bëjë Izraelin e madh, atë që e ka ëndër, ku të shtrihet nga lindja në perëndim, nga Nili deri në lumin Tigër, pra të kapin dhe lumin Eufrat, dhe këto janë të simbolizuara dhe ke flamuri vet, dy vijat blu në të fushën e bardhë bashkë me yllin e Davidit, që simbolizon shtetin, dhe vijat dy kufijt ujor që i përmenda.
Dhe ana tjetër është që Izraeli mund të sundoj duke zvogluar ata të sunduarit pra popullsitë e tjera të botës dhe ndëron një luftë bërthamore dhe bota po shkon drejt realizimit të këtyre planeve. Anglia, e cila është qendër e kabalës, po kërkon vazhdimin e luftës me Rusinë bashkë me Francën, e cila është plotësisht në dorën e kabalës, me të gjithë presidentët që kanë qenë kohët e fundit që kanë funduar në Francë, ka qenë mbas Mitterrandit, ka qenë ky Sarkozia, i cili ishte gjuhësh hungares, mos gaboj. Me origjinë nga Hungaria ishte, po. Ky që është tash ka qenë çfarë quhet ky Macroni, ka qenë bankier në bankat e Rothschildëve dhe është një njeri i Rothschildëve. Është një njeri që vjen nga ky komunitet i LGTB-ve. I kishte vdekur një i dashur me AIDS. Po, dhe kemi shumë pamje dhe fotot të tij kur ka qenë i ri në për këto klubet e homoseksualëve, pa u shprehur si homofoba, thjesht si fakt zuaj që të keq kuptohet kjo është. Jo për transparencë. Është personazh publik ai. Punë e tyre, të bëjnë çfarë duan, zgjedhja e tyre. Dhe në këtë kuptim duket sikur këta po i shërbejnë në këtyre planeve të City of London, të qendrës financiare botërore të Rothschildëve. Izraeli është një krijim i tyre dhe është një ëndër e tyre që nëpërmjet Izraelit ata të sundojnë botën dhe nëpërmjet kryeqytetit botës që duan të bëjnë në Jeruzalemi. Greqia duket që po mban një anë në krah të Izraelit dhe i ka shprehur gatishmërinë për ta ndihmuar Izraelin në luftën kundër terroristëve, në thonjza si quajnë ata Hezbollahun dhe Hamasin, por edhe kundër Iranit. Ndërkohë Irani është furnizuar qysh në vitin 2018 dhe po vazhdon të furnizohet me avion rusë të gjeneratës së 5 së fundmi dhe Rusia nuk keq dorë nga BRICS-i, pavarësisht se Trumpi është përpjekur që të afrohet në aleancë me Rusinë, dhe rreziku është eminent, ne kemi folur dhe në emisionet e mëparshme që Starmeri si një zëdhënë, si një pupet i dinastisë Rothschild dhe i familjes mbretërore në City of London, po shpreh aspiratat e tij për të udhëhequr si lokomotiv Bashkimin Evropian në një luftë kundër Rusisë. Ndërkohë Rusia, që mund të mos e përballojë dot luftën me Evropën, luftën konvencionale, mund ta ketë të vështirë për shkak se Evropa grumbullon shumë më tepër ushtar për një kohë të shkurtër. Mund të bëjë armatime të fuqishme, se nuk është e vërteta ajo që thot Trumpi që duhet të investoni 5%. Evropa është përpjekur vazhdimisht, ka kërkuar në NATO të krijojë ushtrinë e saj, ta modernizojë pavarur nga NATO-ja, dhe unë kam lexuar shumë dokumenta ku Anglia e para dhe Shtetet e Bashkuara nuk e kanë pranuar të, edhe gjithmonë kanë thënë që është Amerika garancia dhe NATO-ja e Evropës, dhe tash që Trumpi... Dakor, po mund ta ketë thënë Barack Obama me të tjerë, po jo Donald Trump. Donald Trump po bën të kundërtën, po e çliron. Jo, po dhe e ka thënë, nuk ka ndryshim qëndrimit. Trumpi e ka thënë që në 90-ën, kur ishte thjesht biznesmen, pse paguajmë kaq shumë për të mbrojtur Evropën. Ta nuk i linin të paguanin. I theshin ju do investoni për shtëpitë e buxhatët, për politikat, për ata që do bënin. Thjesht ndava Trumpin nga të tjerët. Dhe Trumpi po bën të kundërtën, po i jep mundësi Evropës që të realizojë atë që ka pasur aspirat, që ka shprehur Brukseli, Gjermania dhe Franca, her pas here në ato mbledhjet e kuartierit të NATO-s, dhe e vetme armë në rast të një konflikti të madh midis Evropës, që unë planifikoj që mund të ndodhë mbas 2 vjetësh, nëse në Evropë nuk do ketë rebelime të mëdha që të përpiqen ta përmbysin qeveritë e kabalës dhe të vendosin qeveri nacionaliste dhe patriote që të jenë kundër luftës me Rusinë. Atëherë zgjedhja vetme është që Rusia të përdorë armët bërthamore, sepse vetëm nëpërmjet tyre ajo e ka të sigurt mbijetesën e saj si shtet. Po kjo mund të sjellë reaksione zinxhir dhe mund të shkaktojë një zhdukje të madhe të njerëzimit dhe ëndra e kabalës për të bërë Izraelin, nëse ai territor atje do të mbrohet dhe nuk do goditet,
e atyre pak territoreve me banor që mund të shpëtojnë nga kjo apokalips, atëre Izraeli do të realizojë ëndrrën e vet për të sunduar botën. Prandaj këta e quajnë dhe Klaus Schwabi me shok, e quajnë rivendosja e madhe. Për mendimin tim, ky është projekti i tyre, të rritin Izraelin sa të kenë mundësi dhe zvogëlojnë botën. Pra jemi në disa rreziqe të mëdha në prag të realizimit të disa aspiratave të shprehura nga Kabala në atë që quhet projekti Rockefeller 2030 për depopullim dhe për kontroll. Bota është një rrezik dhe podcasti jon për këtë arsye është që ne si Arabeli kur ka rënë zjarri në pyll të bëjmë detyrën tonë duke hedhur 2 pika ujë kur të tjerët janë elefant ose gjirafa që mund të hedhin shumë ujë në pyllin që ka filluar të digjet. Si e mendoni ju këtë panoramë që bëra unë për këto çështje? Bie dakord me shumë gjëra, po jo me rrezikun eminent të një lufte bërthamore. Unë nuk mendoj se do të ketë ndonjëherë luftë bërthamore, sepse ata që e kanë butonin e din shumë mirë se nëse e shtypin nuk mbetet më asgjë në harkun e pak minutave. Por siç po armatoset Bashkimi Evropian në përgjithësi, ashtu dhe Greqia në veçanti, po shfrytëzojnë frikën e njerëzve, të cilën ata po e nxisin vetë, po e nxisin qeveritë siç e kanë bërë gjithmonë, për të shtuar borxhin, për të rritur shpenzimet buxhetore, shpenzimet publike, ndërkohë që ekonomia lëngon. Ka një xhelozi për shembull sot në Itali dhe një skepticizëm, dyshim ndaj Gjermanisë dhe von der Leyen, më thash, sepse e akuzojnë se po vepron si nacionaliste gjermane, po thotë që hajtë armatosemi duke menduar që ajo që do përfitoj më shumë ti nga porosi nga Medvedevi që kishte vizatuar shumë Lenin si Hitlerin. Edhe që i betohej prap Zelenskit që jo, ty të duan prap. Mos ki merr aktive dashuria jon. Pra po thoya që në Itali ka zëra kundër nga ata që janë kundër armatimit, por që thon një gjë që për mua nuk është fort e dorës parë. Ata thonë që von der Leyen po synon që të rimëkëmbë ekonominë gjermane, sepse në rast se fillon të zbatohet kjo paketa e riarmatimit me borxhe, me para borxh të marra në emër të gjithë unionit nga Komisioni Evropian, përfituesja e parë e fondeve e porosive për prodhim armësh do të jetë industria gjermane. Madje thonë edhe emrin e fabrikës më të madhe gjermane që nuk është sot e armatimit, po mund të përshtatet shumë shpejt si ndërmarrje e prodhimit të armëve. Unë nuk mendoj se është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është që nuk ekziston mundësia e luftës me Rusinë. Dhe nuk ka pse protestat mëdha kundër politikës së Macronit për nxehtjen e situatës për luftë. Edhe në Itali. Ne nuk shkojmë të vritemi në sektorët që ju po përgatisni tash edhe pas arrestimit, pas dënimit të Le Penit, Maria Le Pen, gjithë djatha është hedhur kundër dhe është e çuditshme, djatha që konsiderohet si më pranë lobeve ushtarake dhe më pro luftës si mburim biznesi, për to është kundër globalistëve dhe globalistët dhe të majtët. Sepse s'ka më të djathtë dhe të majtë pra. Po. Sot ka vetëm globalist, antiglobalist. Po. Dhe në këtë sens do thoja që edhe Greqia bëhet thjesht qesharake duke rritur shpenzimet për mbrojtje, a thua se rreziku më i madh i Greqisë është Turqia. Që ata ashtu e kanë paraqitur gjithmonë. Po ama më të kujtojmë vetëm një gjë, se kemi shumë shqiptarë në Greqi që me siguri e mbajnë mend që kur filloi kriza e tmerrshme financiare greke, kur Greqia në kuptimin e vërtet të fjalës u nxor në shitje dhe nuk e blente asnjë, madje u tall ministri i jashtëm, ministri gjerman i financave Schäuble, i tha një funksionarit lart të administratës amerikane që po i ankohej, që po i thoshte shumë i ashpër je me Greqinë, pak më i ndjeshëm se është djepi i qytetërimit evropian, dhe i tha e ndrojnë po të duash, të jap Greqinë dhe mjep Republikën Dominikane. Pra, kështu e shohin financierët botën. E kupton? Çdo shtet ka një vlerë sipër që është borxhi dhe yieldi, sa prodhon, sa të ardhura nxjerr, që do thotë sa mundësi ka ta shlyejë atë borxh. Greqinë e groposën atëherë dhe qytetarët grek filluan ndër të tjera të mos identifikonin
thelbin e problemit që ishte pikërisht kjo ekonomia e mbajtur me para borx, po ta kërkonin të keqen ke Gjermania, duke thënë na ka shitur në ndece, na ka shitur tanke, na ka shitur helikopter, madje janë dhe të prishur, janë dhe defektoz, janë dhe të modës vjetër, nuk janë funksional, dhe tani na kërkon parat. Pra se i kishte marrë Greqia me borx. Ndërkohë që pyetja që duhet i bënin vetes qytetarët grek. U dënua dhe Akil Xhaxhopoulos, si ish ministri i mbrojtjes, kishte bërë kontrata jo eficiente. Po kjo do vazhdojmë me kjo histori. Qytetarët rreth parë duhet i thonë vetes ore pse duhet marrin borx. Çfarë pengon Greqinë me që të jetë një vend normal? 11.000 kilometra vijë bregdetare. Mund të ishte destinacioni i gjysmës turistëve të botës me ato 11.000 kilometra. Klimën e ka të mrekullueshme. Jo aq sa Shqipëria, po shumë të mirë. Se ka pak më shumë thatësirë se sa duhet, edhe më shumë nxehtësi. Temperaturë. Po. Pra, që duhet Greqisë lufta me Turqinë? Do ta fitojnë ndonjëherë Greqia luftën me Turqinë? Kurrë. Nëse e fillon Greqia. Do futen në konflikt të dy për Çipër, apo pse duhet futen në konflikt? Atje ka dy komunitete, një turqisht folës, një greqisht folës, fare mirë mund bëni federat. Po kjo fryma, armiku, Rusia ndej, Turqia këtej, ata në Izrael thonë Gaza, Hamasi. Dhe shoqëritë militarizohen pafund, rriten shpenzimet, harxhohen para pafund për blerje armatimi dhe për zëvendësim armatimi, sa ata dhe po e përdorin armatimin në Izrael. Harxho para për rindërtim, pastaj shemi nga e para ato që sapo i ke rindërtuar. Dëgjova besoj çfarë tha ky ambasadori austriak përpara 5-6 ditësh në Vjenë, në një takim të ngushtë sionistësh. Ekziston me video, e ka denoncuar edhe televizioni shtetëror turk. Pra, çfarë thaj? Ndër të tjera. Europa mund ta ndërtojë prap Gazën nga e para, tha. Po ne shëmi prap. Ne do ta shëmim prap. Po mirë, unë i ftoj njerëzit mendojnë vetëm këtë skenar. Izraeli është një fuqi prej letre. Pse e them fuqi prej letre? Sepse nëse nuk do të kishte subvencionet për aparate dhuruara pa kusht nga Franca, nga Britania, nga Gjermania, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë miliarda dollarë çdo vit, Izraeli nuk do kishte fuqi të bënte luftë non-stop siç bën dhe të militarizonte gjithë shoqërinë dhe të gjithë ekonominë. Pra, janë këto fuqi të BE-s, ndër të tjera përveç Britanisë dhe SBA-s, që e mbajnë me para, me injeksione ekonominë e Izraelit dhe ushtrinë e Izraelit. Janë po këta taksapagues europian që siç japin para Izraelit, do japin tani para për rindërtimin e Gazës. Izraeli do ta shëmb prap me bomba të paguara nga europianët. Dhe ky cikël do vazhdojë, ky rreth vicioz. Po kush fiton në këtë mes? Bankat. Bankat që u japin borxh qeverive. Sepse çdo euro dhe çdo dollar që del në treg është me borxh, ashtu si dhe çdo lek. Dhe janë qytetarët që paguajnë borxhin dhe interesat. Dhe unë gjëja që nuk kuptoj për shembull, sepse unë e them shpesh që s'ka më të majtë djathtë, ka vetëm globalist dhe antiglobalist. Po gjëja që nuk kuptoj për shembull në lëvizjet e protestës në Europë të dy krahëve është pse këta që janë sovranistë, që duan pavarësinë ekonomike, kulturore dhe politike të vendit tyre, dhe që duan paqe dhe prosperitet për banorët e tyre, që e shohin me të drejtë problemin e emigracionit të pakontrolluar si problem madhor për ekonominë dhe për shoqërinë. Pse këta nuk e kuptojnë dhe nuk e kërkojnë ndalimin e luftës si shkak për shtimin e emigracionit paligjshëm dhe emigracionit të pakontrolluar. Ashtu si këta të tjerët që janë kundër luftës, të majtët, se ka të majtë, sidomos ekstremistë të majtë që janë kundër luftës, edhe kundër luftës në Gaza. Pse nuk e kuptojnë që duke qenë pro emigracionit të paligjshëm, emigracionit të pakontrolluar, de facto janë pro një pasojë të luftës. Dhe shoqëria po humbet njësoj nga loja që bën elita globale financiare. Unë do doja që sa më shumë njerëz në Europë, në Shqipëri dhe kudo ta kuptojnë se s'ka më të majtë djathtë, ka globalist dhe sovranist, dhe që ata që me mënyrë naive, idealiste, mbështesin njërin kamp apo tjetrin pa i kuptuar të gjithë elementet e mozaikut, të duhet të ndërgjegjësohen dhe të fillojnë të kërkojnë bashkëpunëtorin të ai që e shikojnë si armik. Sepse në fakt ne nuk kemi në luftë me njëri tjetrin të cakon, nuk jam mund kundër teje në luftë.
Jemi të dy ne bashkë në luftë me një që është sipër nesh, po që ne nuk e shohim. Po. Që është elita bankare. Po. Dhe është ai i interesuar që ne të dy të grindemi këtu poshtë, të nxjerrim syt njëri tjetrit, sepse ai fiton nga të dy rastet. Si nëse fiton ti, si nëse fitoj unë në këtë betejë. Po, shiko që ndodh me makina Tesla. Po vandalizohen, po digjen në çdo vend të botës. Kjo është lëvizje politike. Ky nuk është një rrugaç i lagjës që u çua në mëngjes, mori kaçavidën apo tufën e çelcave, edhe të prishi makinën ty se të ka i natë se të ka parë dje në një emision dhe si ke pëlqyer. Kjo është lëvizje politike. Po mirë, njerëzit që e bëjnë, duhet të pyesin veten. Po ky Elon Musk sigurisht ishte i mirë për mjedisin. Për frenimin e ndryshimeve të klimës. E kishim kampion deri dje. Mirë, na ka tradhtuar, është bërë maskara ai i poshtër, nuk po ja blejmë më makinat. Po këto makinat ekzistues sepse duhet i prishim. A janë për mjedisin e pastër këto? A mbrojnë këto nga ndryshimi i klimës? Çfarë fitoj unë si aktivisti majt, që e quaj veten gabimisht, që nuk e di që nuk jam i majt, po jam thjesht viktimë e propagandës? Çfarë fitoj unë duke shkatruar një makinë? Dhe tek e fundit, ajo makinë që unë gjej në rrugë dhe shkatroj, s'është e Elon Muskut, me e ka shitur Elon Muskut dhe i ka marrë parat. Në qoftë se ai që i dëmtohet makina e do makinën elektrike Tesla, do të blej tjetër mbasi t'ia djegësh ti. Po do ndërtoj një garazh më të mbrojtur. Ta bëj me kamera sigurie, me kangjella më të forta. Kastriot, po në lidhje me këtë konceptin e drejtë që ka Trumpi për politikat, sipas mendimit tim, tarifore, se ka dhe shumë kundërshtar të këtyre koha do ta tregoj se kush është e vërteta, por në fakt një gjë është e sigurt që vendet e vogla nga politikat tarifore mbrohen më mirë se sa vendet e mëdha. Trumpi ka thënë që kjo lloj politike tarifore me barierat doganore për mallrat e prodhuara jashtë do të rritë punësimin në Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, Tesla si promotori i avancimit dhe zhvillimit të produkteve me inteligjencë të lartë artificiale, siç janë dhe robotët, është deklaruar që do prodhoj, ka dhënë sa fate më duket, nuk e di, në vitin 2040, më duket sikur ka thënë, do prodhoj 10 miliard robot, të cilët do bëjnë punët e ndryshme në bujqësi, në shtëpi, për këto shtëpiaket, dhe në industri. Kjo do të sillte rritjen e papunësisë. Por ndoshta unë mendoj që mund të rriste dhe rritjen e produktit, duke shfrytzuar teknologji më të lartë, siç janë robotët, dhe kontributi i njerëzve do të ishte i nevojshëm për më pak në këto lloje të punëve që do përfshihen ta robotët, dhe të ardhurat do të jenë më të larta, dhe ndoshta shteti do të ndjek politika subvencionuese për ata që do të ngelen të papunë për shkak të produktit të lartë kombëtar që do të vinte në këtë rast. Megjithatë, unë mendoj që këta në agjendën e tyre të depopullimit kanë dhe eliminimin, sidomos nëpërmjet luftrave ku vriten të rinj, ata shkojnë në ushtar. Dhe mendoj që këto do ecin paralelisht bashkë me depopullimin edhe nëpërmjet vraskinimit. Unë mendoj që ka filluar të ketë një rritje të madhe të fertilitetit, një dobësim të fuqisë së spermës, rënit fertilitetit. Po. Fëmijët që lindin me probleme sepse oksidi i grafenit transmetohet edhe ke sperma dhe ke trupi dhe ke ndërtimi organeve edhe në kockë, kanë oksid grafeni shumë fëmijë, sipas studimeve të fundit, janë rritur shumë sëmundjet, dhe unë mendoj që ashtu si në filmi, si e ka ai filmi regjia, se s'më kujtohet titulli, që me një telekomand me rritjen e frekuencës valve, regjia që bien të gjithë palosen, makinat përplasen.
kjo quhet, më duket, Bota që do të lëm pas. Dhe është një film futuristik, është prodhimi Netflixit, është një film futuristik i bërë në kohën e pandemisë, dhe tregon se si të gjithë të vraskënuarit një ditë me një çelës switch on të valve 5G dhe 6G do fillojnë si në film, do palosen të gjithë nëpërmjet rritjes shpejtësisë së oksidit grafenit, i cili nga rritja e shpejtësisë së madhe dhe nxehja çan kanalet e gjakut dhe të gjithë psojnë hemorragjira dhe fillojnë bien ata që janë në timon, përplasen me njëri tjetrin, goditen dhe ka një asgjësim pothuajse të gjithë të vraskënuarve. Ne u përpoqëm të ndriçonim njerëzit gjatë kësaj lufte të tmerrshme, të madhe, të pangjarë ndonjëherë në histori, me përjashtim të një zone lokale me atë që quhet gripi spanjoll, që dhe ajo ishte një pandemi, dhe ku u goditën dhe u dëmtuan shumë njerëz, ne u përpoqëm dhe dham kontributin tonë që një grup i madh njerëzish që janë mendjahapur na dëgjuan dhe nuk u vraskënuan për këtu në Shqipëri flas. Dhe të gjitha këto unë mendoj që ka prap paqartësi të mëdha në tablo dhe mendoj që këta që kanë organizuar gjitha Agenda 2030 Rockefeller dhe që punojnë në orkestër janë disa hapa para nesh që përpiqemi dhe luftojmë që ta frenojmë këtë agjendë dhe që vepra e Zotit me krijimin e këtij habitati të madh të florës dhe faunës dhe për të qenë historia iracionale e pakuptueshme nga njerëzit, jo racionale, siç duan ta bëjnë këta, që të eliminojnë njerëzit nëpërmjet këtyre marifeteve dhe të heqin dorën e Zotit në ngjarjet historike. Kam frikë që njerëzimi është në rreziqe të mëdha nga lufta, uria, papunësia nëpërmjet teknologjisë artificiale, nga kontrolli nëpërmjet mikrochipave dhe rënia drejt skllavërisë e pjesës së mbetur. Unë nuk e shikoj gotën që është përgjysëm si plot, nuk ju ke optimistët e mëdhenj, po nuk e shikoj as bosh, nuk ju ke pesimistët, po përpiqem të jem realist dhe ta shikoj ke gjysma. Aty ku unë mendoj që është tashi ne po luftojmë dhe po përpiqemi që me ato informacione që kemi, me ato analiza që bëjmë, gota të mos bjerë të boshatiset, por të ngelet mundësisht më lart se gjysma të shtohet. Pra, t'ju japim syt njerëzve, por në këtë konglomerat të madh idesh ku shumica e njerëzve janë ty thun drak shumica, mbi 90%. Ne duhet të përpiqemi që këtë 5-6% ta ndriçojmë dhe të rritim atë spektrin e përqindjes së njerëzve të cilët duhet të reagojnë në momente të caktuara. Pse? Ku shikoj një rrezik të madh për Shqipërinë Kastriot? U kujtoj njerëzve që unë nuk jam për të bërë pyetje këtu, po jam dhe për pyetje, po dhe për të dhënë mendimin tim. Ja kemi bisedë. Jo, po se shkruaj njerëzit tonë, bëj pyetje të ftuarit dhe lere vetëm të ftuarin të flas. Ne jemi të dy bashkë bisedues. Dhe rreziku i madh që unë shikoj Kastriot është në qoftë se do filloj një thertore madhe nga Kabala me Rusin, pas 2 vjetësh, ndoshta në vitin 2027. Thertore i thua luftë botërore. Po. Unë mendoj që Evropa, Kabala nuk do të dorëzohet. Është shumë e fuqishme dhe jo, që do dorëzohet, jo, po luftë me Rusin nuk bëjnë dot. Do përpiqet ta minoj Trumpin nga brenda. Trumpi rrezikun më të madh e ka nga brenda, nuk e ka nga jashtë. Patjetër, Trumpi rrezikon të jetën, e kemi thënë atë. Nuk dhe rreziku i madh është që fëmijët tanë ti marrin tifusin thertore. Dhe mund të thonë për shembull, nesër thonë duhen 600.000 ushtarë nga vendet e NATO-s. Dhe sikush do jap atë pjesën që i takon mbi bazën e numrit të popullsisë që ka brenda vendit. Dhe i bie për shembull Shqipërisë në 600.000 duhet të jap 20.000 ushtarë. Edhe shikon ai 20.000 ushtarë nga mosha 19 vjeç deri ku më shkon në Çarbres,
shkon deri 24 vjet dhe shpall mobilizimin. Thot 19 deri del ky gjati. Jemi duke bërë një luftë patriotike. Kemi dhe detyrime ndaj vendeve të NATO-s të cilat na mbrojnë dhe na sigurojnë shtetin ton. Dhe për këtë, sipas artikullit 5, dhe për këtë ne duhet të japim kontribut prapë sipas artikullit 5 dhe të shkojmë në luftë atje ku na thret detyra jon e shenjtë për të mbrojtur brezat e ardhshëm. Dhe do nxjerrim një ligj ushtarak dhe ata që janë në këtë moshë në fashën 19 deri 24 vjet, në qoftë se nuk vinë vetë të regjistrohen në degët ushtarake të rretheve të tyre, atëherë ne do t'i ndjekim dhe mjera ata që kapim do ndjekim këto lloj sanksionesh, sekuestrim të pasurive të familjeve që nuk i dorëzojnë, heqje nga puna në qoftë se janë në administrat prindrit e tyre, ku e di unë me radhë, nuk do lejohen të kenë veprime bankare prindrit e tyre, nuk do jetë kjo, nuk do jetë ajo, dhe mos e merrni me shaka se është e lehtë. Kështu dorëzohet shumica juaj edhe gjatë pandemisë, vutë maska, ulët kokën, vajtët çip bëhet atë çipin atje se ju mashtruan dhe disa thonë, unë të besonja aty, por unë duhet të vinja ke gjyshja në Spanjë, unë duhet të vinja të bënja pushimet në Majorka, po unë duhet të vinja në Çupa në Greqi që kish ditëlindjen dhe pranova të menja një plumb këtu. Kjo është arsyeja. Po mua më ishnin nga puna. Po pse nuk ngrihesh ti kur ti ishnin nga puna, kur ne të theshim hajde protesto me ne që të bëhemi 20-30.000 veta edhe t'ja hedhim litarin në fyt atyre që duan t'ju bëjnë gjilpera në trupin tuaj kundër dëshirës tuaj, pse nuk dolët? Edhe tashi prap vazhdoni bëni bla 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 për këto që themi ne për agendën 2030. Kur ndodhin pasaj, dilni e thoni, pas kam patur të drejtë ata. Se ne si besonim i quanim të çmendur, i quanim budallënj. Nuk dihet. Kjo ditë kundër fëmijëve tuaj mund të vi. Zgjohuni. Mos e keni mendjen vetëm të shpenzoni para për relakse, për qef, por hapni sytë dhe organizohuni që t'i dilni të keqes përpara këtu, si ajo Arabeli duke hedhur ca pika ujë në pyllin që është duke marrë zjarr. Shpresojmë të mos ndodhin këto, por në qoftë se ka slot fjala për juve për këto, për ta mbyllur në lidhje me këto çështje dhe me këto ide që jemi duke diskutuar. Po tim na futën në kujtime tani se na ktheve te pandemia, te vaksina. Shumë mirë. Unë kam frikë se shumë njerëz nuk e kanë mësuar akoma mësimin e pandemisë. Ata duan të besojnë, gënjejnë veten se ka qenë vetëm një përjashtim ajo që ka ndodhur dhe nuk mund të ndodhë më. Se me demek tani u kuptua dhe nuk do tentojnë prap do tentojnë. Të gjitha gënjeshtrat në këtë botë nuk janë të reja, janë thjesht të ricikluara. Kjo luftë që është tani në mendjet e europianëve, nuk është hera e parë që ndodh, pra që propaganda frikson popullatën me kërcënimin e një lufte dhe detyron të armatoset. Nuk ishte pandemia e parë, kjo e Covidit dhe vitit 2020, po ishte pandemia më e mirë organizuar dhe koordinuar që kemi parë ndonjëherë. Edhe gripet pandemian hënjen në njëja. Jedhin në dhe avion. e radhës potencialisht do të jetë më organizuar, më e stërhëlluar, më e sofistikuar dhe fatkeqësisht edhe më rezultative për hesapin e tyre, nëse qytetarët nuk reagojnë sot. Delet, po vazhduan delet të bëjnë be, merruni me ne, na sulmoni ne. Ne jemi armiku që ju themi se çfarë mund të ndodhë. Be. Dhe për ta mbyllur me Trumpin, ti thrasin mendjes dhe mos dëgjojnë propagandën e 90% të mediave që vazhdojnë ta paraqesin Trumpin si demonin, si djallin me brirë mbi tokë, por të shikojnë se çfarë gjëra të mrekullueshme ka bërë për 100 ditë ai njeri. Ka nxjerrë SBA-n nga protokolli i Parisit për klimën. Ka nxjerrë SBA-n nga OBSH-ja, nga arkitektja e pandemisë 2020 Nuk do që dorë nga qymyri, tha. dhe porositësia Nuk do që dorë nga nafta. Po, dhe porositësia e pandemisë re me rregullat e reja me të famshmin traktat për pandemitë që ka 3 vjet që po mundohet ta bëjë. Co dyja më shumë shtohen
pyet edhe Ajo është normë e pranuar shkencore. oksigjenimi. Vetëm se nuk duan ta thonë me zë të lartë, pa të gjithë e dinë që kur shtohet CO2-shi, shtohet prodhimi bujqësor. Se ata që se din pemët, ushqehen me CO2 dhe shlirojnë oksigjen që na japin neve. S'ka asnjë bim që s'ka karbon. Po. Pa karbon vdes. Kështu pra, njerëzit të hapin syt, të harrojnë klishet e vjetra, e majta e djathta, i miri i keqi. Dhe sy të hapen duke ndjekur podcastin Okult Kastriot. Nuk e dini. Është një nga mënyrat më të thjeshta dhe më pa kosto. Është më pa kosto. Kjo i ram. Jo, është edhe vërtet kjo sepse është pa kosto. Po jo, po s'duhet të mburemi vet, po e bëra. Rri ulur në divan dhe shikon. Po, mendoj që ta mbyllim Kastriot. Të falenderoj shumë për bisedën. Gjithashtu dhe unë. Miru pafshim, natën e mirë dhe mos harroni, nuk e kam me dy thundra këta që mund të hapin rastësisht. E kam me ata që kanë gishtë dhe mendje të hapur. Tak një klik aty ku do të subscribe, ju na ndihmoni ne ju ndihmojmë ju. Tung natën e mirë.